Një ditë me rëndësishme, por dhe vështirë në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë, sidomos në lidhje me punën, por kemi një ndikim shumë të madh, sepse dhe ndikim planetare në lidhje me çështjet që lidhen me punën, me karrierën, me ndryshimet, me vendimet, me ndryshimet që ka të bëjnë. Data 24 kemi afërditën nga Shqiptari që formon një katërkëndësh me Neptunin në Peshk. Ky kënd mund të na bëj më nostalgjik për të kaluarën me një tendencë për të idealizuar, të rrisit tendencat tona, për të ndikuar në lidhje me udhëtimet, ndërsa kërkon vëmendje në marrëdhënie të veçanërisht me njerëz të shkuarës dhe karakterin e cilëve nuk njohim shumë mirë, sepse mund të mashtrohemi nëse në nivel romantik apo financiar. Duhet pasur kujdes në këtë drejtim, sepse gjërat mund të mos jenë ashtu si neve i presim, por gjithsesi nëse kemi takime, bisedime të rëndësishme në lidhje me vendimet që marrim. Prandaj duhet pasur shumë kujdes jo të nxitohemi në vendimet që do të marrim. Gjithashtu, ka të bëjnë me afërditën që kalon në Bricap, një kombinim interesant për sa i përket planetit të kënaqësisë, dashurisë, parave, mjedisit dhe jo vetëm. Kjo do të thotë që ky pozicion afërdita na pregatit që të shohim gjërat me ambicie, sepse duke pasur parasysh edhe ndryshimet që kanë bënë mënyrën si neve i shprehim gjërat, nga ky pozicion afërdita është në anën më të mirë të mundshme dhe jo vetëm kaq, që mirë është të menaxhojmë financat dhe të thrasim logjikës. Logjika është ajo që neve çfarë do të bëjmë, duhet të kuptojmë arsyen pse, qysh dhe çfarë. Është koha më e mirë e mundshme dhe një kënd i shkëlqyer që do të thotë në lidhje me ndryshimet dhe vendimet të mëdha që kemi në këtë drejtim. Ajo që ka të bëjë në afërditën nga Bricapi duket se nderon traditën dhe familjen ton dhe disiplinën në familje. Afërdita nga Bricapi do të thotë që ka të bëjnë me punën, ka të bëjnë me karrierën, ka të bëjnë me ndryshimet, ka të bëjnë me vendimet, ka të bëjnë me kohën që do të thotë, por megjithatë jemi një ditë para Krishtlindjeve që do të thotë ndikon pozitivisht Bricapët Demi Virgjëresha. Por kjo do të thotë që është dhe momenti i duhur për gjërat të rëndësishme. Në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me anën ekonomike financiare, mund të na zgjidhë problemet të së shkuarës. Tani, pas të fillojmë bashkimin e 12 zodiakale, unë ju kujtoj edhe një herë për ju që interesoni për bashkimin e lejuar, kemi faqen roz që thotë astrologo.al.